Me mbi 1.5 milion vizitor të regjistruar vitin e kaluar dhe me pritshmëritë në rritje për këtë verë, Durrësi po përgatitet për të përballuar një fluks në rritje të turistëve. Hotelet, resortet dhe apartamentet për turizëm janë një element kyç për zhvillimin e këtij sektori, ndërsa investimet janë shtuar ndjeshëm vitet e fundit. Sipas përfaqësuesve të industrisë së turizmit, interesi mbetet i lartë jo vetëm nga tregjet tradicionale të turistëve, por edhe nga vizitorë të rinj, të cilët zgjedhin Shqipërinë për pushime. Për t'u përgjigjur këtij interesi në rritje, në Durrës po shtohen kapacitetet akomoduese. Mund të themi që paktën vjen bregdetare që është më preferuar, ka një ngjeshje të strukturave akomoduese. Për momentin mund të jenë pak a shumë 100 struktura të mirëfillta akomoduese, por që vetëm vitin e fundit mund të jenë shtuar diku te 10 struktura të reja, të vogla dhe të mëdha normalisht, por që janë aktive në qytetin e Durrësit. Sipas operatorëve turistik, ndërtimi i strukturave të reja nuk po ndodh vetëm në Durrës, por edhe në zona të tjera me potencial të lartë turistik. Kërkesa është më e lartë, por duke qenë se zona është goxha e ngjeshur, Bregdeti i Durrësit po shtrihet më larg nga zona e Qerretit, Spidhes, Karpen, të cilat po shihen si destinacione për të ndërtuar hotele dhe resorte të reja. Kështu Durrësi synon të kthehet në një prej destinacioneve më të kërkuarat në vendin tonë për turizëm, ndaj punohet gjithnjë më shumë për shtimin e kapaciteteve akomoduese dhe për përmirësimin e shërbimit për turistët.